Ju thatë që mbuloni thuajse të paktën nga muaji prill e mëtej gjatë kohës që edhe dita është e gjatë, Shqipëria ka diell, e mbuloni pjesën e energjisë, po keni në mendje që ta zgjeroni akoma më shumë flotën e paneleve fotovoltaike? Sigurisht me rritjen e kërkesës për energji, sepse kompania normalisht rritet, zhvillohet dhe nevoja për më shumë energji dhe sigurisht që do rritet, dhe ne do ecim paralel me nevojat tona, kështu që do duam të investojmë prapë dhe të rrisim kapacitetin tonë. Është një këshill vendosja e paneleve fotovoltaike që ju mund t'u jepni kolegëve tuaj në biznes, bashkëpunëtorëve, miqve? Unë e them shpesh, është investimi më i zgjuar që mund të kem bërë në biznesin tim. Dhe me kthimin e investimit më të shpejt të mundshëm. Kështu që do ja sugjeroja mos u vononi asnjë minutë.